unë nuk e dija fare që kisha zemër në krahun e djathtë dhe organet në krah të kundërt, por nga një sëmundje që u bllokova në mushkit, më çoi vajza e madhe dhe mbesa, e shkova të bëja grafin atje dhe unë puria normal si më la doktori kështu në kam. Kur ai bërtisi, o zonjë, ktheu ndryshe se je kthyer në krah të kundërt dhe unë u revoltova dhe i shkova doktorit, thash si më le ti po ri. Ua, tha, po ti tha je, u afro goca, tha, qa ka mami, ka në një gjë të keqe? Jo, tha, mami joj, tha, i ka gjitha organet në krah të kundërt dhe më la një shënim që unë e kam e mbaj gjithmonë në portofol këtë shënim, se nuk i dihet në një aksident, në një sëmundje rrugës, në një gjë që kushta di të lexoj atë sepse mjeku mund të bëj gabim në organet e mia që të ndëry. Unë kam lindur kështu, po, kam lindur, kam bërë dhe 3 lindje normale dhe as mjekët nuk ma kanë gjetur që unë gjatë kësaj gjithë jete kam qenë me organet të kundërta.